Një 25 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Spanja drejt Shqipërisë, si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me autoritetet spanjolle. Sorel Cenaj, 25 vjeç, u lokalizua dhe u arrestua në Spanjë pas një operacioni ndërkombëtar policë të koduar The Wanted. Ai ishte i shpallur në kërkim nga Interpol Tirana pasi ndaj tij gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Cenaj akuzohet për veprat penale, vrasja e kryer me kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, mbetur në tentativë si edhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Ngjarja për të cilën ai akuzohet ka ndodhur në vitin 2023 në një lokal në lagjen numër 5 të qytetit të Kukësit, ku dyshohet se ka tentuar të vrasë një shtetas duke goditur me një mjet prerës. Pas procedurave ligjore të kryera nga autoritetet spanjolle dhe në bashkëpunim me Interpolin, Cenaj është sjellë në Shqipëri, ku do të përballet me drejtësinë për akuzat që rëndojnë mbi të.